Dita e 15, Guglielm Firel, 1489-1565, revolucionari francez, nga Jonathan Bowers. Në një predikim të mbajtur në vitin 1791, Lemuel Haynes theksoi: "Asgjë nuk është më e dukshme se sa fakti që njerëzit ushqejnë shumë paragjykime për Ungjillin. Kjo është arsyeja përse ne që jemi caktuar për mbrojtjen e Ungjillit, ballafaqohemi me përbuzje pafund." Edhe reformatori francez, Guglielm Fareli, nuk i shpëtoi përbuzjes. Si shërbëtor i zellshëm i Ungjillit, Fareli e kaloi jetën e vet në mbrojtje të kauzës protestante, duke u ballafaquar shpesh me kundërshtime e vështirësi. Kishte raste që këto pengesa i shkaktonin paragjykimeve reale kundër Ungjillit. Megjithatë, në shumë raste të tjera, fajin e kishte kokkërisja e vet Farelit. John Calvini thoshte shpesh se nganjëherë Fareli rrëmbej nga hidhësia e zellit të tij. Duke pasur një temperament dhe një zell të zjarrt për perëndishmërinë biblike, Fareli luftoi pa u lëkundur për besimin dhe përpasoi luajti një rol kyç në fillimet e reformimit francez. Papati më doli nga zemra. Fareli lindi në Gap të Francës në vitin 1489 dhe u rrit në një familje të devotshme katolike. Në moshën 20 vjeçare, hyri në Universitetin e Parisit për të studiuar teologji. Gjatë studimeve, Fareli u njoh me humanistin Jacques Lefebvre d'Etaples dhe u frymëzua për i përkushtimit të këtij të fundit ndaj Krishtit. Pasi u diplomua në vitin 1517, Fareli filloi të jepte mësim në kolegjin e kardinal Lemoinit. Lajmet nga Gjermania rreth përpjekjeve reformuese të Luterit mbërritën te Fareli dhe ja përforcuan bindjen gjithnjë në rritje se adhurimi dhe doktrina katolike ishin larguar nga rrënjët e tyre biblike. Tek studionte shkrimin për vite me radhë, Fareli zbuloi që pak e nga pak papati i doli nga zemra. Fareli hoqi dorë nga posti i tij si mësues dhe në vitin 1521 filloi të përhapte mesazhin e reformimit kudo ku mundej. Ai predikoi në Francë dhe në zonat frëngjishtfolse të Zvicrës. U takua me Johane Kolampadi në Basel, si dhe me Wolfgang Kapiton dhe Martin Bucerin në Strasburg. Fareli njeh për stilin e tij konfrontues, gjë që nxiti paralajmërimin e mëposhtëm të Kolampadit. Sa më tepër të priresh nga dhuna, aq më tepër duhet të përpiqesh të jesh zemërbut. Ti zbutësh shpërthimet e tua si ulëri maluani me frymën e pëllumbit. Bashkpunëtori i Calvinit. Në vitin 1533, një vit pas një vizite të pas suksesshme atje, Fareli u vendos në Gjenevë, i vendosur që ta udhëhiqte qytetin drejt reformimit. Shpresa e tij u realizua në vitin 1536, kur Këshilli i Përgjithshëm i Gjenevës zyrtarisht vendosi ta kalonte qytetin nga ana e protestantizmit. Ky ishte viti i famshëm kur Fareli e bindi Calvinin që të bëjë bashkpunëtor i tij në këtë vepër. Calvini po kalonte nëpër Gjenevë rrugës për në Strasburg dhe ishte i vendosur që të jetonte një jetë të qetë prej studiuesi. Fareli mësoi që Calvini ishte në qytet dhe u përpoq ta bindte që të qëndronte. Kur përgjërimet e buta dolën pa sukses, Fareli e kërcënoi Calvinin me gjykimin e Perëndisë. Fjalët e Farelit e bën punën e tyre. Më vonë Calvini shkroi: "Nga kjo e folur kaq e ashpër, më pushtoi frika dhe kështu hoqa dorë nga udhëtimi që kisha ndërmarrë." Vendimi për të qëndruar në Gjenevë qejet ndryshues për Calvinin. Ndonë ai dhe Fareli u dëbuan në vitin 1538 pas konflikteve që patën me qeveritarët lidhur me çështjet e disiplinës në kish, Calvini u kthye në Gjenevë në vitin 1541 dhe shërbeu atje gjatë gjithë jetës së tij. Fareli u zhvendos në Neuchâtel, një qytet ku ai bashkë me Antoine Fromentin futën mësimet e reformimit në vitin 1530. Sikurse Calvini në Gjenevë, edhe Fareli zuri vend në Neuchâtel derisa vdiq në vitin 1565.
Calvini dhe Farelli ruajtën një marrëdhënie të ngushtë pas kohës që kaluan bashkë në Gjenevë, duke shkëmbyer letra të paktën një herë në muaj për 20 vitet në vijim. Këta dy burra, bashkë me Pierre Viren në Lausanne, formuan një partneritet vendimtar që i dha shumë dorë përparimit të kauzës së reformimit francez. Fatkeqësisht, marrëdhënia mes Calvinit dhe Farellit u prish në vitin 1558, kur Farelli shpalli fejesën e tij me Marie Thorelin, një vashë e re që ishte më shumë se 50 vjet më e vogël se ai. Edhe pse duket se nuk ndodhi ndonjë sjellje papërshtatshme seksuale, martesa e tyre shkaktoi një skandal për shkak të ndryshimit të madh në moshë. Miqësia mes Calvinit dhe Farellit nuk e rifitoi më kurrë shkëlqimin e saj të dikurshëm. Zemërndjeshëm dhe luftëtar. Sado zemërluan dhe i prirë për debate që mund të ishte Farelli, ai shkrihej në punë për të nxitur gjallërinë frymërore të popullit frëngjisht folës. Ai prodhoi disa prej veprave të para të reformimit në frëngjisht. Shkroi një komentar rreth Kredos së Apostujve dhe rreth Lutjes së Zotit në vitin 1524, si dhe hartoi një përmbledhje të mësimit të reformuar në vitin 1529. Në shkrimet e tij, Farelli shfaqi një interes të veçantë për temën e lutjes. Në një artikull me titull Për shpirtshmëria e Guglielm Farellit, Theodor van Raalte argumenton që theksi që vinte Farellit e lutja na tregon një anë të tij që shumë shpesh anashkalohet, një anë e cila karakterizohet prej devotshmërisë së thellë dhe dashurisë pastorale. Farelli ishte zemërndjeshëm dhe luftëtar, pastor dhe boksier. Cilado qofshin të metat e tij, ky revolucionar francez e donte ungjillin dhe e treti jetën e vet për të shpallur pasuritë e këtij të fundit.